Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Kam kënaqësinë që të kem Etleva Treska, kontabiliste. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Si edhe do të kem në një komunikim të drejtë për drejtë online zotin Ruzhdi Koni, sipërmarrës, ekspert për bujqësim. Përshëndetje zoti Koni, faleminderit për kohën. Përpara se të ndalemi dhe të sqarojmë pak skemën se si do të funksionojë rimbursimi të TVSH-s për fermerët, duke qenë se aplikohet të rishtazi, le të themi. Edhe pse ka qenë vite më herët, pra skema e rimbursimit nuk është një praktik e panjohur për fermerët. Megjithatë, këtë vit do të mundsohet një rimbursim në nivelin 10%. Se si do të bëhet, do të kemi mundësi ta diskutojmë, por paraprakisht, zoti Koni, e shihni si një, le të themi, mjet efektiv këtë, e ndihmon sektorin? Para se them për temën përqind të rimbursimit të fermerëve, desha të them se bujqësia është në momentin më të mirë të saj, jo për shumë arsye, ndodhëm përmend disa, një nga arsyet është çmimi shumë i ulët i perimeve që është shitur të disa kulturë bujqësore këtë vit, ndodhën nën kosto, jo të vit më parë, po si të vit ka qenë shumë i theksuar, ka pas shitje nën kosto dhe fermerët kanë dalë me humbje. Një tjetër problem ka qenë këtë vit, ka qenë fatkeqësitë natyrore, ka qenë problemet e ngritësave të cilët ndodhen natën e vitit të ri, direkt natën e vitit të ri, në një kohë që gjeti fermerët jo vigjilent, se ne dihet shumica e njerëzve janë atë momentet e kalimit të vitit të ri, i jetë pa përgatitur, mbas natës së vitit të ri ishin temperaturët -5, -6 gradë Celsius, të cilët kanë krijuar mjaft probleme, mjaft dëmtime dhe në shumë fermerë të cilët kishin prodhimet në gati për vjelje, u dëmtuan pothuajse në masën 100%. Pastaj duke mos u ndalur këtu, ishin dhe problemet, siç e dini edhe ju, problemet e përmbytjeve, të cilët shumë fermerë që kishin të mbjellura serat ose parcelet e tyre, u përmbytën dhe krijuan dëme të konsiderueshme. Ju prekët? Skemave, në fakt ne kemi diskutuar edhe vitin e kaluar për skemën e Ndëgjon? Po, patjetër. Jo, bëra një ndërhyrje lidhur me, duke qenë se përmendët përmbytjet e ditëve, disa ditëve më parë. Ju prekët? Jo, unë konkretisht nuk u preka, sepse ne kemi të nisë që prodhojmë fidan për fermerët, por ne u prekëm indirekt, sepse fermerët tanë të cilët kemi kontratë të cilët punojnë, u dëmtuan dhe ne krijuan probleme që një pjesë të prodhimit që kishim ne të morën, por edhe problemet e ngritësave u dëmtuan, do gjeshim fidan tjetër që fermerëve, u krijuar një situatë shumë ndërlikuar, një situatë kaotike, ta them, tek fermerët. Për sa i përket skemave, desha të them, që ajo që më bën përshtypje që skema ndryshon çdo vit. Ne edhe vitin e kaluar diskutuam bile në televizorin juaj, unë dhash një prononcim, edhe skema të çuditshme që në disa momente janë shumë vështirë për të realizuar. Unë e kundërshtova vetë skemën e financimit që ishte bakti për do të ishte numri 10 i baktive. Po, kufizime për po. Që fermerët të përfitonin në financim. Po diskutojmë edhe me disa njerëz të fshatit në cilët unë jam këtu, edhe thanë gjithë fshati jonë, ka gjithsej, 6 krerë lopë ose 7 krerë lopë, edhe gjithë fshati nuk u përfiton, edhe nuk përfitojshin si fshat, jo si kur të bashkon të fshati gjithë, skema me këto kufizimet e vendosura për të përfituar nga skemat e mbështetjes në bujqësi ishin penalizuese. Ishin penalizuese, shumë e drejtë është, edhe kërkoshin shumë letra, shumë fatura, shumë bashkime fermerësh në mënyrë jo reale, thjesht e thash edhe vitin e kaluar, thjesht do bashkoshin fermerët me bashku letrat në një kohë që nuk ishin një bashkim real, që ajo është diçka që është shumë e rëndësishme për momentin.
Tashi nuk e kuptoj se... Edhe nëse ka qenë për bashkim, pra një bashkim apo një kooperim për të përfituar, me qëllimin për të përfituar, edhe kjo nuk është se ka qenë në nivelet larta, sepse shifrat e atyre që kanë aplikuar si grup fermerësh kanë qenë shumë larg pritshmërive. Pra vetëm një numër i kufizuar 300 ishin, mos gaboj, në vitin e parë të implementimit dhe në po të njëjtat nivele ishte edhe gjatë vitit të dytë të zbatimit. Pra edhe e tillë nuk është se dha rezultatin e pritshëm. Shiko, po tjetë dhe ajë, do jetë gjë e mirë, po unë kam frikë që edhe që ka qenë... Edhe këto që kanë përfituar nuk janë real. Ka qenë thjesht bashkim letrash në mënyrë që të përfitonin. Tash është problemi të bëjmë diçka që ti shërbej prodhimit, ti shërbej realitetit, mos krijon formalitete në mënyrë ti shërbej rritjes prodhimit ose bashkimit të fermerëve. Mirë, zoti Koni, do t'ju pyes në fakt, duke qenë se ju përmendët si një, le të themi, aspekt që i ka penalizuar fermerët, faktin që skemat të ndryshojnë çdo vit. Për vitin 2026, Ministria e Bujqësisë ka paralajmëruar që po nis një periudhë, ka nisur në fakt, sepse kemi parë Ministrin e Bujqësisë në takime me fermerët, pikërisht për të marrë prej tyre, le të themi, qasjen lidhur me skemën që do të zbatohet në 2026. Pra, një proces konsultimi për të dëgjuar nga fermerët aspekte që kanë nevojë të përmirësohen dhe çfarë do të ishte efektive. Gjithmonë për të rritur nivelin e mbështetjes dhe për ta çuar bujqësinë sektorin në një tjetër nivel. Edhe jo vetëm në Shqipëri, pra, por qënë edhe brenda asaj çfarë kërkon Bashkimi Evropian lidhur me këtë sektor. Do t'ju pyes edhe për këtë, por para se të ndalemi këtu, zonja Treska, skema e rimbursimit të TVSH-s. Duke qenë se ka pasur një njoftim edhe nga administrata tatimore se si do të bëhet. Ta sqarojmë pak se cilët fermer mund të përfitojnë dhe si do të mundsohet, le të themi, rimbursimi. Së pari do doja që të gjithë që janë individ që kanë një tokë të tyre ose që e marrin me qera të bëjnë aplikimin për të pajisur me nipt fermeri, sepse është shumë e rëndësishme për ato për të arritur për të përfituar ato që jep skema kombëtare apo ndihmesa të tjera që jepen. Dhe për këtë nuk është se duhen letra shumë, boll që të kesh tokën tënde ose me qera, pastaj merr kartelën e fermerit dhe shumë shpejt aplikohet dhe ato kanë një nipt ku e them me plot gojën që nuk kanë asnjë lloj detyrimi as për të deklaruar, as për të paguar në tatimet, po thjesht është hapi i parë. Thjesht është hapi i parë që ato kanë mundësi për të marrë gjithçka që mund të jepet dhe të rimbursohet nga shteti, po qoftë edhe për këtë pjesën e kompensimit që do bëhet prej 10%. Në qoftë se nuk kemi nipt fermeri, atëherë ne nuk mund ta përfitojmë dhe kjo është aja. Prandaj ju lutem, sepse kemi dhe një mungesë informacioni, e mbështes shumë atë pjesën që ka kufizime, ndërkohë që duhet ndihmuar ato që janë të pamundur. Pavarësisht se ka një krerë, 2, 3, ato janë më të parët për të ndihmuar, për të filluar të ngrihen dhe për të dalur nga ajo mbijetesa që bëjnë, sepse jeta e fshatit është shumë e vështirë, por mos harrojmë se ne kemi një tokë të bekuar që sa herë mbjellim aq herë prodhon. Ndërkohë, ashtu si jam skeptike të biseda e parë, që ne e dim tashmë që toka dhe bimët janë në natyrë dhe koha ka ato lëvizjet dhe luhatjet e veta, kanalet ujitse janë problematike, duke ditur që neve bashkërendon keq pjesa vendore me pjesën qendrore, ndërkohë që jo kot kanë qenë kanalet ujitse, kulluse, gjitha me radhë, që e bënin të mundur që të lehtësoheshin këto pjesën e stinëve. Por kthehemi prapë tek pjesa të kenë niptin e vet, duke thënë që nuk kanë asnjë lloj kostoje, asnjë lloj detyrimi, as për të deklaruar dhe për të paguar. Dhe ky është hapi i parë. Mbasi jemi pajisur me nipt, do bëhen pjesa e faturave që normalisht do kenë mundësi çdo 6 muaj, nga 1 janari deri në 30 qershor, çfarë faturash janë prerë nga bizneset ku këto kanë bashkëpunuar, do të kenë mundësi që të bëhet rimbursimi. Pastaj vazhdon rimbursimi i dytë që do jetë nga një koriku deri në 31 dhjetor dhe të gjitha faturat që janë bërë ato muaj do të kenë drejtën për të rimbursuar 10% të shumës totale.
por me 2 kufizimet që ka, që do të thotë që ato duhet të kenë bërë një xhiro që mos të arrin vlerën e biznesit me TVSH, që është 10 milion lek të reja. Do me thënë, nuk mund të kalojnë. Dhe do jenë në bashkërendim me ato biznese që nuk përfitojnë nga skema e kompensimit, sepse në qoftë se pret faturën një biznes që është pjesë e skemës kompensimit, atëherë ato nuk njihen. Dhe bashkë me këto fatura, shkohet e këta timet, bëhet kërkesë dhe për kompensimin duke pasur me vete dhe llogarin bankare. Atëherë, kjo do të thotë që çdo fermer në momentin që do të jetë pjesë e kësaj skeme dhe të tregton produktin apo ofron një produkt apo një shërbim, duhet të pajiset me faturë. NIPT dhe biznesi që i merr produktin dhe produktet duhet jetë grumbullues, produkte direkte, që duhet jetë grumbullues, përpunues ose agroturizëm i certifikuar. Po, dhe ndërkohë direkte ato presin, bëjmë autofaturën, duke vënë NIPT-in e fermerit ashtu për pjesën e shitësit, dhe këto autofatura i jepen fermerit dhe ndërkëto me gjithë këto fatura që ka realizuar atë 6 mujorit, atëre i dorëzon bashkë me llogarin bankare dhe tatimet mbasi i kanë vlerësuar këtë të bëjnë rimbulsimin e pjesës 10% që është përcaktuar në legjislacion. Pra 10% të kësaj shume. Ajo që unë shikoj dhe që është problematik është mos informimi. Janë shumë të pa informuar. Unë e shikoj dhe kur bëj deklarimet e për pension, në mosha të mëdhaje, ka pas moshën 60 vjeç për dalë pension, 66 vjeç për të bërë aplikim për pension, ka pa fund që nuk janë të informuar në asnjë lloj gjëje. Prandaj dhe zotëria për vetë pjesën që është, sa më shumë të informojmë, sa më shumë të bëjmë sensibël që të arrin të përfitojnë ato pak gjëra që janë për të Zoti Koni, duke qenë pra kjo skem në vetvete për rimbursimin e TVSH-s, gjykoni që do të ndihmojë në formalizimin e sektorit? Pra edhe domosdoshmëria për të pajisur me NIPT. Ideja është, ne kemi ta vite që problemin kryesor ne themi sigur fatkeqësia më e madhe e fermerëve është pajisje me NIPT, se sikur të pajiset gjithë fermerët me NIPT do rregullohet gjendja e bujqësisë shqiptare. Normalisht duhet pajisen me NIPT, duhet pajisen, nuk e diskutoj këtë punë, edhe nuk i ndalon shteti me ato institucionet e vete që ka mund të shkojnë në çdo familje të pajisë me NIPT, mbase edhe duke shku në çdo shtëpi. Nuk është fatkeqësi, nuk është diçka gjë shumë e vështirë kjo që të pajisin me NIPT, por shumica e fermerëve nuk kanë aktivitet, nuk kanë punë, edhe nuk kanë interes të pajisen me NIPT. Normalisht ato që pajisen me NIPT duhet të kenë disa pikpyetje që nuk arrin ta bëjnë. Se kur flasim për përfitim, jo nuk është se ka kosto. Nuk ka kosto. A mund ta di, a shikohet në një gjë e keqe që ju ndodh fermerëve në momentin që pajisen me NIPT? Jo, s'ka. Për të kuptuar pse stepen për të hapur NIPT kur ka vite që aplikohet për NIPT fermerë dhe s'ka detyrime. Sepse gjithësisht janë fermat vogla dhe nuk shohin interes për të formalizuar, pra janë fermat vogla. Justicia shqiptare është pas pajisje e fermerëve me NIPT, kjo është diçka që shteti mund të shpall një emergjenci pajis brenda 24 orëve me NIPT, edhe nuk është kjo problemi më i madh i bujqësisë. Me NIPT të gjithë fermerët që kanë interes, që kanë aktivitet bujqësor, përfishet të gjithë në pajis me NIPT. Ka dhe një gjë që unë nuk e shikoj të arsyeshme, të vi shtetit e dera, ka ikur kuajnë verit që duhet të merret shteti me gjithë shka, duhet ne të ndërgjegjësohemi dhe të bëjmë detyrat e jona. Për ta relativizuar, pra e ka për faktin që nuk është kjo çështja më e rëndësishme që ka sektori. Po nuk përfitojnë asgjë në momentin që nuk ka NIPT. Asnjë gjë, asnjë skema kombëtare. Edhe mund të shkojnë të pajisin me NIPT, nuk është një problem. Me NIPT po thjesht janë pajisë gjithë fermerët që eksportojnë. Gjithë fermerët që bëjnë eksporte janë detyruar të pajisen me NIPT, bile brenda familjes, brenda një familje, edhe gjyshrit që i kanë pajisë me NIPT sepse kanë interes. Qose ata kanë interes, po të pajisë me NIPT, ato do të pajisen. Edhe në rastin që thotë zonja, gjithë fermerët që do kenë interes, që do të përfitojnë fonde nga shteti, do shkojnë të pajisen me NIPT. Nuk është, për mendimin tim, nuk është ky problemi. Ose ti bëj një pyetje zonjës unë. Tregtarët që punojnë me prodhim me vendit,
Po thuaj se nuk bën sepse nuk e bën faturën fermerët. Është autofaturë. E bën biznesi që merr. Po, grup mohuesi, përpunuesi ose strukturat me shumicë. Agroturizëm. Tregtarët që shesin fruta perime me shumicë ose me pakicë si blenë tek fermerët, po thuaj se nuk janë të interesuar të bëjnë fatura tek fermerët. Kjo për të vetmen arsye sepse nëse ato do të presin autofaturë, ato do të paguajnë 20% në shtet. Të TVSH-s. Edhe ideja është këtu që nëse tregtarët do ta marrin faturën me 0%, do ta shesin me 20%, nuk konkurrojnë dot prodhimet e importit që vijnë. Kështu që ato do të jenë të detyruar në shumicën e rasteve ose mos blejnë prodhime vendi, ose të marrin prodhimet e fruta perimeve që flasun konkretisht, t'i marrin nga importi. Edhe kjo është një gjë që Ministria e Financave dhe shteti ka shumë kohë që edhe nuk e rregullon. Pra ideja është që fruta perimet e vendit blehen me 0%, edhe sipas ligjit të TVSH-s do të sillen me 20%. Edhe ideja është që tregtarët nuk janë të interesuar të bëjnë ato faturë me efekt për fermer, për prodhimet për tregun e brendshëm flas. Kurse për eksportet, sepse ata janë të detyruar eksportuesit të gjithë e marrin i bëjnë ato faturë tek fermerët. Po, por ka një gjë që nuk mund të shesësh pa blerë, kështu që janë të detyruar në momentin që do shesin me faturë, duhet të bëjnë dhe deklarimin e faturës sa autofaturë. Po janë të detyruar të paguajnë dhe 20%, ata nuk kanë interes, edhe ato shkojnë në një farë masë, ky lloj ligji e dëmton prodhimin bujqësor, edhe ato janë të detyruar, ato shkojnë marrin prodhime nga jashtë sepse i drejton importit dhe jo produktit vendas. Ka të një gjë, po politikat për sektorin e bujqësisë janë shumë të dobta, ka shumë për të bërë të problemet e bujqësisë, dhe ndërkohë që duhet tjetë prioritet për politikat në Shqipërisë. Unë sektorin e bujqësisë e shoh shumë të rëndësishëm apo dhe të blegtorisë, pasi di që ne nuk eksportojmë do të asnjë lloj nën produktit mishit për vetëm gjë që nuk ka të matrikulluar të gjithë baktin. Dhe ndërkohë, prandaj deklaroj ose them shumë që të bëhet çdo fermer me nipt, se më thej që ka plot që kanë bërë nipt. A ke në një raport me qënë se je totalisht i fushës që në gjithë këto fermer që janë, sa janë të pajisur me nipt nga ato që përdorin? Gati 100.000. Sa fermer janë që kanë tokën dhe që punojnë? Sa është raport? 350.000, më shumë se 350.000 ferma. Janë produsët e fruta perimeve, më falë zonjë, nuk është faja juaj, po, a e dindi një fermer ka një hektar, maksimumi 1 hektar tokë, edhe 1 hektar e kanë 4 sot, edhe nuk marrë më shumë se 1 lopë, 2 lopë me 1 hektar tokë. Jo, se shë përcaktuar sipërfaqja me lopët që mbanë. Shiko, jo 1 minutë, problemi më i thellë, problemi është më i thellë, problemi është konsolidimi i fermave, konsolidimi i tokës, mund ta rregullojmë bujqësinë e pajisjes. Zoti Koni, ju me drejt i parashtroni këto që janë problematika, le të themi, aktuale të sektorit. Pra fakti që janë fermat të vogla, me ngastra të kufizuara, apo parcela të kufizuara tokash, po ashtu edhe baktit janë në numër më të ullët nga çfarë kërkohet për të qenë pjesë e skemave të mbështetjes. Është, le të themi, e qartë kjo situatë në cilën ndodhet sot sektori. Cila do të ishte qasja e duhur në gjykimin tuaj, meqense ajo çfarë është ofruar deri më tani ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar, le të themi, sfidat që ka sektori bujqësisë. Cila do të ishte qasja e duhur në gjykimin tuaj? Për mua e keni, për flasma? Po, për ju. Duke qenë se... Po. Plagët janë shumë të thellë dhe janë shumë të hershme. Për mendimin tim, duhet një revolucion i thellë në fushën e bujqësisë. Për mendimin tim, do të fillojë qysh në organizimin e fermave, në zmadhimin e fermave, në konsolidimin e fermave, në konsolidimin e tokës, në zmadhimin e fermave. Ne e papë dhe në këtë rastin e fundit. Ishte jashtë çdo lloj kontrolli, gjithë kanalet kulluese nuk ishte të papastruara. Kanalet vadice nuk funksionojnë, fermet e mëdha nuk funksionojnë. Edhe në përgjithësi, bujqësia është e përqendruar më shumë në zonën e Myzëqes. Në zonët tjera kemi
Shumë parcele që janë me të vërtet zonja tha që është një klime e bekuar, por në shumë toke kemi pa punuar. Edhe në shumicën e rasteve ka shumë fermerë që i majnë tokët, i majnë pengë, edhe as nuk i shesin, as nuk i japin me qera, edhe mund t'jenë dhe në emigracion. Ju me drejt thoni duhet revolucion, po çështja është përpara asaj stigmës që bashkimi. Revolucion. Po, pa tjetër. Jo, është e vërtet, duhet bërë një reformë rënjësore për pjesën e bujqësisë, sepse ne kemi një aset, kemi klimën, kemi tokën, sa herë ta mbjellësh, aqër është bërë llogaritë që toka jonë vetëm për pjesën e Shqipërisë, nga agronom të suksesshëm që kanë bërë llogaritë që toka jonë mund të mbajë 20 milion banor të ushqej. Do me thënë, nuk është pak në këtë pak si përfaqe. Dhe ne vim nga një periudhë që kemi kaluar dhe kohën e diktaturës, dhe ne dim që gjithë pjesa e suksit e meradh i qonin për në eksport, prodhohesh pa fund, dhe ne kishim dhe të ardhura nga prodhimet, ndërkohë tani jemi bërë importues shumë të mirë të gjithë prodhimeve bujqësore. Mbajmën të filluam me Turqinë, pastaj vazhduam ande nga Siria, Qytetrangull, të gjitha meradh, edhe ndërkohë kompanit që vini nuk ishin ku ta jepnin të vëshën. Akoma të importojmë. Këto janë hyrje politikat e shtetit, janë më madhore se sa ne individi, po unë them të paktën ne si individ, çfarë kemi mundësi të bëjmë, sepse neve nuk arrim do të ndrojmë këto qeveritë e politikat, po të paktën të arrim bëjmë diçka vetë. Ne kemi ndorë vetëm të flasim për ato probleme që shikojmë në terren, sepse ne jemi në terren në gjithë kohët. Unë jam specialist bujqësie, kam punuar edhe para viteve 90, edhe normalisht tokat në ato kohë kanë qenë më të si regjimi ka qenë i keq për njerëzit, por jo për parcelat, për tokat, për kullimin, për vaditjen. Edhe normalisht ajo që është shqetësuese që ne duhet ta ngrem si problem është sepse tokat janë të copëzuara, në tokët bujqësore abuzohet me ndërtime, me leje, pa leje, edhe tokat bujqësore po dëmtohet. Edhe kjo nuk është gjë e mirë, dhe ne duhet ta ngrem zërin edhe në çdo moment, sepse do jetë vonë nesër pastaj nëse një tokë dëmtohet edhe të ndërtosh me një tokë bujqësore është krim. Nuk është vetëm pjesa. Nuk është pjesa vetëm e shpenzimit. Pengesa kryesore për zmadhimin e fermave është sepse shumë fermerë që nuk punojnë më në tokë bujqësore, janë në emigracion ose nuk duan punojnë, edhe nuk e shesin sepse pretendojnë që të lloj tokë ta shesin si për ndërtim, jo ta shesin si tokë bujqësore. Sepse tokat bujqësore në gjithë botën janë me çmim të lirë, nuk shitet toka bujqësore si tokë për ndërtim. Edhe ka njerëz plot, edhe unë jam një por edhe tjetërsimi i llojit të pasurisë është i ndaluar, është vepër penale, apo jo? Po jo, me anë të politikave dhe me VKM-ve shumë toka po kthehen nga toka bujqësore në ndërtim, dhe jo që nuk po parandalohen, po ndërkohë po kalojnë në toka për ndërtim, dhe kjo është e dhimbshme. Në tokë bujqësore në beton ajo toka marr fund. Në tokë bujqësore sot nuk mund ndërtohet. Përjashtojmë ndërtimet informale dhe ato çfarë solli ligji i legalizimit, që është një tjetër gjë. Pra, është tjetër normalisht po kontekst. abuzohet me tokën bujqësore, po abuzohet me lumet, po abuzohet me pyjet. Edhe normalisht një nga problemet më të mëdha të përmbytjeve është sepse edhe pyjet janë shkatëruar, edhe normalisht pyjet në një farë masë shërben edhe për të penguar shiret e rrëmbyshëm. Shtohet erozioni i tokës edhe ndërkohë normal që edhe vërtojnë probleme që Zoti Koni, duke qenë se e njihni sektorin, më intereson të ndalemi pak tek pjesa e bashkimit të fermerëve, pra zmadhimit të fermave në Shqipëri. Është me rëndësi, jo vetëm për ta çuar bujqësinë në një tjetër nivel, pra për ta ndihmuar sektorin, por po ashtu është me rëndësi edhe në atë ku ne kërkojmë të jemi pjesë, pra Bashkimin Evropian. Ne nuk mund t'i qasemi, pra nuk mund të pretendojmë që të ndërtojmë një sektor me ngastra toke që janë më pak se 1 hektar. Kështu që bashkimi është domosdoshmëri. Ju e paragjykuat pak skemën që përdori qeveria në 2 vitet e fundit, pra përmes kooperimit, e paragjykuat, ndoshta nuk është termi duhur, por pohoni që ajo skem në fakt nuk është se nxiti një bashkim, le të themi, të frytshëm të fermerëve,
për pos faktit që u pas si një mekanizëm formal për të përfituar fonde, duke qenë se mbështetja në rastet tilla, pra kur bashkëpunojnë fermerët, është në masën 100%. Pra nuk e pat efektive në atë çfarë duhet jetë qëllim në vetvete, që fermat të bashkohen me një qëllim të përbashkët, për të kultivuar të njëjtin produkt, për të përdorur teknologjinë, pra duke parë në shumë aspekte këtë gjë. Si mund të nxitet ndryshe nëse nuk bëhet përmes kësaj forme? Pra si mund nxiten ndryshe fermerët që të bashkojnë tokat? Ky është problemi më i madh edhe më i rëndësishëm. Nëse unë thash që nuk është problemi më i madh që pajisja e fermerëve me nip, kjo që ju ngritet tani është problemi më i madh, më i rëndësishëm, sepse në Bashkimin Evropian ne nuk shkojmë dot me letër në fushën e bujqësisë dhe të mjedisit, nëse ne nuk do të rregullojmë situatën në terren. Edhe ka forma të ndryshme. Një nga format është edhe kooperimi. Unë nuk e mohoj, ata që duan të kooperojnë me njëri tjetrin, nuk i ndalon kurrë, që ato mund të kooperojnë, mund të bashkohen, mund të mbjellin një parcelë të madhe. Se ke parasysh si është problemi i subsidimit tokës. Disa mekanizma të tjerë, për shembull duke i suportuar ose me stimuj të tjerë, le të themi fiskal, financiar, për të nxitur fermerët që të bashkëpunojnë. Mund të jetë edhe si kusht, pra tu vendoset kusht fermerëve që për të përfituar nga grante, nga skemat e mbështetjes, duhet që fillimisht të bëhen bashkë. Pra mund të jetë disa formula, le të themi skema. Teorikisht unë nuk mohoj absolutisht asnjë lloj mënyre të kooperimit të fermerëve, por teorikisht, por praktikisht është shumë e vështirë, se në momentin që do të vish praktikisht të gjesh në një mendje fermerët, një fermer ka një mendje, një tjetër ka një mendje tjetër, një ka ikur, nuk është aty. Pastaj do të jetë problemi i shitjes. Ka dhe forma tjera në mënyrë që fermat mund të zmadhohen. Një nga fermat, sepse ne jemi në një moment ka ardhur koha që ai që dëshiron të merret me bujqësi, e ka pasion, si puna ime, që unë kam 30 vjet, që jam në fushën e agrobiznesit, nuk kam hequr dorë. Jam nga të parë që kam filluar agrobiznesin në Shqipëri. Firma Agrokoni është nivel nga të parët. Unë kam qenë agronom dhe qysh pas vitit 90, jam marrë me bujqësi edhe kam rritur fermën time duke bler toka ke njerëzit rreth e qark. Edhe kam një fermë që është afërsisht 5 hektar. Unë e kam bërë duke bler fermerëve të cilët janë në emigracion kanë ikur, por e kam bler me çmime të kripura. Ja një mënyrë tjetër për të nxitur zbadhimin e fermave, duke promovuar modelet e suksesit. Pra ju jeni një model suksesi, le të themi, në këtë drejtim. Pavarësisht kostos që ju është dashur të mbani për ta arritur. Ju keni përfituar dhe keni qenë tamam pjesë e biznesit, po për mua ato ka është e shenjtë dhe nuk duhet shitet, thjesht duhet ta përdorë dhe ta kthesh në biznes. Qofse unë ngre problemin që toka bujqësore nuk duhet të shitet si tokë trull, si tokë për ndërtim, unë e kam shqetësim në terren, nuk është problemi që e them teorikisht. Sepse unë ta them praktikisht, duhet të flasim edhe praktikisht. Duhet të blej të zgjerohem përsëri, edhe në çmimet sigur unë do të notoj një pallat, në një kohë që unë do të merrem me bujqësi, në një kohë që do të ngrihet problemi është i tillë që tokët bujqësore duhet të inventarizohen, edhe të dihet se po janë apo s'janë, edhe në asnjë mënyrë nuk duhet që t'jem sa me qartë. Inventarizohen, por edhe të regjistrohen, se një pjesë për tyre janë akoma... Ka dhe toka që janë të mbivendosura, ndërkohë mund ta ketë marrë me 3 hektar dhe shikon që një hipotekë ka përfunduar me 2.7 o 2.5, dhe tash janë duke bërë dhe korrigjimin e kartelave, sepse jam i çik në brendësi të kësaj gjë, dhe më problematikat janë pa fund të kjo pjesë, edhe është për të sistemuar njëherë pronësia e tokës, dhe jam i çik skeptike duke qenë që ne kemi parë që njerëzit kanë arritur deri në vrasje për 1 metër tokë, kështu që është e vështirë dhe për pjesën e mentalitetit kjo për të arritur për t'i bashkuar, dhe mbase kjo është hap i parë, mentaliteti që kanë për pjesën e tokës, dhe pastaj për politikat e tjera. Është e vështirë në terren edhe ana psikologjike se si mendojnë gjërat. Tu është fillimi i problemit, sepse ne shohim se ne merrem edhe me eksport. Se flasim edhe për sigurinë ushqimore që për analizat, në një kohë që nëse ti një kamion do të ngarkosh me një fermer, e ke më të lehtë të bësh një analizë, e ke më lehtë të negociosh për çmimin, e ke më të lehtë për të
për ta mbushur kamionin. Por në një kohë në fakt për të ngarkuar një kamion, supozojmë për eksport, ke mbi 20 fermer. Do të bësh 20 analiza, ke 20 mendje, 20 cilësi të ndryshme. Është domosdoshme politika e shtetit në radhë parë do të jetë për zmadhimin e fermërve. Jo një menje të letë, hajde të bashkohen ju, sepse nuk bashkohen. Ka metoda tjera, qose bashkohen, të bashkohen, nuk i ndalo kush. Po, problemi është që të gjenden metodat, format, financimin nga shteti. Nuk e di, ishe i qartë. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj, sepse kemi mbritur në fund. Zoti Koni, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit. Si që ishit me ne, faleminderit. Zonja Treska po ashtu, faleminderit për prezencën. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbritur në fund të Box to Box edhe për sot. Takimi radhës do të jetë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshi.